Atë që ka qenë vlerë morale në atë kohë, është vlerë morale edhe sot, mirë po atëherë ka qenë shumë e spikatun, tejmase e theksume dhe janë kujdes njerëzit shumë që ta kenë me vete si stoli morale të tyre, burrinë. Sot njerëzit nuk e kanë shumë gala, a ka burrni, a s'ka burrni. Edhe sot mi thonë filani s'isht burr hiç, nuk e kuptojnë shumica e njerëzve si devalvim, si rramje prej lige, si themi, prej niveli. Pse se burria bëhet vlerë morale atëherë kur krejt kujdesen për te. Tek nasi shqiptar burrnia ka qenë shumë e shtrenjtë, shumë e madhe, shumë e rëndë. Edhe e kemi rujt me fanatizëm burrnin. S'kemi leju për shumë njëra për momentet të manifestimit të burrnisë ka qenë xhelozia për nderin, që sot fatkeqësisht do thotë është tej mas e relativizuar. Domethënë saqë ajo që në gjuhën e fesë edhe në gjuhën e popullit është quajtur dejuzllëk, do thotë mos kesh ti xhelozi për nderin tan, për gruan dhe vajzën tonë, për nanën dhe motrën tonë. Sot dejuzllëku është bë, do thotë jo demode vetëm, po është bë një vlerë e cila sulmohet vazhdimisht dhe cenohet. Dhe në momentin që ti ki xhelozi për nderin tan, ata të llogarisin ti je arkaik, je shumë i vjetër, do thotë je jo modern, i pa emancipuar, i pa moderuar. Duhet me të kdhenti se je, domthonë themi na burrvakti. Edhe sot themi burrvak, domthonë fanatik. Po jo, burrvakti në kuptim përpara ka pas si lloj vlerash edhe kujdesesh tash. S'është më vakti i burrnisë, është vakti domethënë i feminizmit, i feminitetit. Emancipimit. Domethënë edhe kuptimin do thotë fizik edhe kuptimin moral të burrnisë, kuptimin që un jam ai që e mbroj nderin tem, un jam ai që e mbroj pragun e shtëpisë teme, un jam ai që e mbroj pasurinë teme. Domethënë une ka un moment, domethënë jam paqësor, jam për bashkëbisedim, jam për debat, jam për kompromise, ama derisa të vjen te vija kuqe. Kur të vjen te vija kuqe, mo atëherë unë jam ai burri i cili nuk e lë askënd me mashkel pragun e shtëpisë, nuk e lë askënd me mashkel nderin e shtëpisë, nuk e lë askënd me ma grabit pasurinë teme. Edhe kjo e bën një popull patriot, sepse sot edhe termi patriotizëm domethënë veç mo ka hu prej të ndëgjoj rinin çka folin, ndëgjoj podcastet e ndryshme për çka flitet. Patriotizëm nuk e di çka është. UÇK çka është ai? Pse më shku me vdek, me uvra. Andaj duhet pas parasysh këtë muhabet që sot faktikisht ka devalvu vlera e burrisë, Islami që atëherë, edhe në kohën e Imam Shafiut, edhe sot potencon burrnin. Burri i cili i përmbahet premtimeve të veta. Burri i cili e ruan nderin e familjes vet. Burri i cili është i gatshëm me sakrifiku vetveten dhe familjen e tij për ta mbrojtur tokën e tij nga okupatori, siç ndodhi me familjen do thotë legjendare e Adem Jasharit. Batit Shaban realisht familja ishte e tij, djemt edhe do thotë nuset e tija me nipa e stërnipa ishin ata që u sakrifikon për lirinë e Kosovës. Edhe normalisht ata të mëhershmet faktikisht që kanë qenë edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, gjithandej që kanë sakrifikuar. Kjo burrni është ajo që ka bërë ata të rinë. Edhe kultivimi i burrnisë është i rëndësishëm e jashtëzakonshëm, andaj Allahu i Madhërisht në Kur'an kur flet për besimtarët i quhen burra. Për shembull, janë dy momente po do më nda tash pas mos marr këtë kohën. Rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. Burra që e quan në vend premtimin që ia dhan Zotit. E merr amanetin, e merr flamurin, e merr flakadanin, edhe e vazhdon, i dorëzon brezit që vjen pas. Nuk lën me ra flamuri. Do thotë e mbronat me çdo gjë që ki. Kjo është burr, kjo është burr. Kjo është burrni dhe kjo është burri. Që fatkeqësisht sot për shembull ti nuk mundesh me gjet di kam thon, a e merr be këtë amanet ta çosh në vend, a e merr be këtë flamur ta bartish, a e merr këtë flakadan ta çosh te brezi i arshëm, nuk mundesh me gjet dikan i cili është i gatshëm me sakrifiku për me marrë flamurin para. Se në momentin që ti e merr flamurin duhesh me mbrojt mos vjerë flamuri, po me valu vazhdimisht. Edhe ajeti i dytë kur Allahu Xhelal flet fihi rijalun në xhamia ka burra, të cilët e madhrin Allahu Xhelal edhe duan që të mbajnë pastërtinë shpirtërore dhe pastërtinë fizike. Fihi rijal, ka të burra. Në burrat rriten edukohen në adhurimin e Allahut, në lidhjen e mendjes, zemrës dhe shpirtit tyre me Allahun dhe e marrin kulturën, edukatën, diturinë nga ajo që e ka shpall Allahu. E kjo burrni do të ka qenë vlerë shumë e madhe dhe andaj Imam Shafiu rahimahullahu taala thotë nëse mendoj që ma cenon burrnin
pirja ujit freskët, sepse në botën arabe është nxehtë, komoditeti. Nëse mendoj se komoditeti ma cenon mua burnin, unë e lë. Edhe mirë zveres pi ujit nxehtë. Se edhe kjo është e vërtetë, sepse jeta e vështirë prodhon burra të fortë. E burrat e fortë prodhojnë kushte të mira. E kushtet e mira prodhojnë burra të lishtë. Edhe kjo është shumë e vërtetë. Këtë ka thonë Imam Ibn Halduni në librin e tij që flet domethënë për zhvillimin e popujve dhe civilizimeve. Kohët e vështira prodhojnë burra të fuqishëm. Burrat e fuqishëm normalisht sjellin kohë të mira, se luftojnë, përpiqen, bëjnë shtetin, bëjnë domethënë komoditetin. Shteti i fuqishëm, komoditeti që ofron qytetarëve vet, ofrojnë prodhojnë burra të lishtë. Edhe ata burra të lishtë kanë ndodhe hupin shtetin pastaj. Edhe andaj na themi duhet na me kultivu sistemin edukativ arsimor në shkollat tona, duhet me dhënë rëndësi edukimit burrnor. Kur themi burra, sa është normalisht feministët thënë kjo burrnesha. Po në gjuhën shqipe ekziston domthonë edhe burra edhe burrnesha, gra të cilët kanë tipare të burrave, se zakonisht gruaja është më emocionale, edhe domthonë si më thon, më e disponuar të nënshtrohet presionit. Për shembull, kur hin okupatori në një shtëpi, nëse burri reziston, gruaja e parë dorëzohet, do intervenon për me zbut situatën duke e pranu fajin ose duke e dorëzu atë që e lip okupatori. Edhe kjo është fotografi domethënë e mirënjohur edhe reale. Rall ka gra për shembull që i rin besnik rezistencës burrit ose rezistojnë bashkë me burrin, sikurse ka ndodhur faktikisht me herojt kombëtar ton, fëmijë edhe Xhef Lladrovci. Shumica e rasteve është që okupatori e përdor gruan, gjinin femërore, për t'ia imponuar burrit ta dorëzon për shembull idealin e vet, qoftë ajo arma, qoftë ajo rezistenca, qoftë ajo botkuptimi politik i tij e kështu me radhë. Dhe për këtë arsye, sepse gjinia femërore është emotive dhe është e prirë zakonisht të nënshtrohet dhe nuk ka fuqinë e rezistencës, i thuhet edhe gruas e cila ka tiparet e këtij burrit, i cili është i pathyeshëm, burrnesh. Edhe nuk ka mundësi mi thon për shembull burrit që ka tipare të burrnis mi thon grua e fuqishme ose grua e çelikt. Ka raste në perëndim e përdorin, në gjuhën shqipe kemi burrnesh, në perëndim zakonisht e përdorin domon grua e hekërt ose grua e çelikt. Faktikisht është e vendosur në vendimarrjet e veta, po përsëri summa summarum i thuhet edhe asaj burrnesh, domethënë se ka tipare të burrit që kur e merr një vendim nuk e luhat atë. Kur e jep një premtim i përmbahet asaj. Kur e merr një amanet e çon në vend. Edhe do thotë nuk i shet parimet e veta për asgjë. Këto janë do parafërsisht përshkrimi i burrnisë dhe i burrave, për cilën ka folur Imam Shafiu rahimahullah, dhe me këtë thonje edhe një herë po e përsëris, ka tentuar me thonë se nuk duhet me leju asgjë me na cenu burrnin. Edhe çdo gjë që na mendojmë se mund të me na cenu burrnin, na duhet me largu. Edhe andaj në këtë rast është edhe ai tregimi i vullnetarëve që kanë ndesh e ti bashkangjiten patriotëve shqiptar dhe kanë shku, domethënë kanë lip të shtëpia Azembejtën, e se kanë gjetë normalisht se Azembejtën në përmale, e kanë gjetë nanën e vetë, e kanë thënë me bira mas i paske ardhë për i largë, do thotë të vashtrejt do bukë me hongër, e gjendja e vështirë ekonomike gjithsesi, ka nxjerrë një kulaç bukë edhe do mazë aty me hongër bukë, e këto normalisht djemtri, vum me kanë hongër këtë bukën, kanë thonë me bira jo si ja paske mësy, domethënë me këtë tempo të ngrënjes së ushqimit, ju s'mund me konë ushtarë domethënë Azembejtës, sepse shumë jep një rëndësi domethënë ushqimit fizik, jeni të pavetëshëm se ka çaklloku lufta, rezistenca, kërkon sakrificë dhe nuk mundesh të me hongër bukë sa dush kur dush. Edhe kjo tregon se ata djem të ri do thotë kanë desh me qenë vullnetar në rezistencën kombëtare në atë kohë, mirë po s'kanë qenë përgatitur psikofizikisht se kur të bëhesh ti faktikisht pjesë e rezistencës, duhesh me qenë i përgatitur edhe me sakrifiku shumë nga komoditeti të cilin domthonë e ki pas në jetën normale.